Nëse të emocionon kur sheh një aktor që po jep shpirtin në një arkivol të bardhë, atëherë kjo video është për ty. Fjalët e tij vijnë nga bota tjetër dhe na bën ta shohim jetën ndryshe. Sot dua t'ju marr me vete në një vend sekret që nuk e kisha imagjinuar kurrë që ekzistonte në Tiranë. Një teatër i vogël, intim dhe i fshehur mes lagjeve periferike. Po flas për teatrin e parë privat në Shqipëri, Zonja e Bujtinës, që është krijuar nga një njeri që e ka jetuar teatrin në çdo formë, aktori, regjizori dhe dramaturgu Naum Shundi. Një ambient me lule dhe gjelbërim që të varet mbi kokë si në përralla. Shtëpia është e vjetër dhe duket si një bujtinë historike që të kthehen në kohë si në një film. Në një cep të rrugës, agjencia funerale ka vendosur një letër njoftimi, ku thuhet: Vdektar vdekatari, vjeç 2024, vendi varrimi Zonja e Bujtinës. Një detaj ky që të bën të ndalesh, të buzëqeshësh me pak abi dhe të kuptosh që këtu do të ndodhë diçka ndryshe. Nëpër mure raftet ishin të mbushura me kujtime. Foto të vjetra të Naumit në skenë, makina shkrimi, radio antike dhe libra të zverdhur nga koha. Gjithçka të jepte ndjesinë e një muzeu. Në këtë teatër po mbahet festivali i parë i monodramës shqiptare Flas Shqip, që do zhvillohet këtu gjatë gjithë javës. Kam vendosur të jetoj me të vdekurit. Shfaqja që hapi festivalin ishte jashtëzakonshme, i pakallur i vdekur me Marius Dramin, një vdektar që ngrihet nga arkivoli për të treguar historinë e jetës së tij dhe mallin që ka për nënën,